heken rreth rrotullimet, se ashtu është problematike. Rreth rrotullimet qytet duhet largohen gjithë, vetëm në periferi, vetë zona rurale. Për pjesën e semafora në kryeqytet ka shumë ankesa që nuk janë të programuar ndoshta edhe mirë. Ju si ekspert i fushës si e shihni këtë? A është një problem? A duhet mu riprogramu këta semafor në kryeqytet? Këta duhet mu ndrru gjithë, duhet me ardhë me detektor, detektimin në tokë, apo detektim kamerë, apo të dyja të bashkë. Së rezultati kësaj për cilët Vala e Gjelbërt të heken rreth rrotullimet, se ashtu është problematike. Rreth rrotullimet qytet duhet largohen gjithë, vetëm në periferi, vetë zona rurale. Imagjinone, çdo njeri thot, po çdo njeri kalon me fat rrethin. Rrethi nuk kalohet ndryshe. Nuk ka rregull që e respekton dikush ato. Edhe 90% tyne edhe nuk din me respektu. Se rezultati kësaj nëse semafori krijon siguri. Jep siguri në komunikacion. E siguria primare. Pse siguri? Sepse i ndon degtaj, ndon mirë. Pastaj shumë ka semaforat që punojnë me kohë fikse. E çka është koha fikse? Koha fikse është, për shembull, i ka caktuar 3 modele, në çdo 3 punon, nuk merr informatat mëshme smart semafor që është me detektim. Këtë bota e përdor ashtu, nuk përcillet Vala e Gjelbërt. Vala e Gjelbërt është për shembull, nëse e nisë me 40, nuk të hap semaforat edhe me 40. Domthon kjo është që komuna e Prishtinës sot ditë veç ka intervenuar në këtë aspekt, mirë po progresi është për më bëni progres i mirë është ende shumë larg kësaj. Do të thotë edhe një herë po flas. Në qytet duhet largohen rreth rrotullimat. Rreth rrotullimat zakonisht janë bërë prej njerëzve që nuk e kanë kuptuar komunikacionin, që nuk kanë inxhinier komunikacionit. Kjo është shumë e sigurt, mas e sigurt kjo. Sidomos ata të fushës ndërtimtarisë e kanë menduar se duhet me kanë rreth, por kur të pyet pse jo erdhi kjo zgjidhje nuk e din. Do të thotë kësaj pastaj semafori krijon siguri dhe rregullon komunikacionin.